Prej datës 30 shtator në të gjithë vendin janë mbyllur aplikimet e skemës së investimeve në bujqësi. Të dhënat janë në përpunim, por sipas përgjigjësve të sektorit bujqësor në Shkodër, më shumë se 1000 fermer kanë shprehur interesim për të aplikuar. Interesimi ka qenë jashtëzakonshëm, domethënë. Nga hyrje-dalje, domethënë nga kantasi që kanë pas, janë 1000 fermer në qark në Shkodër, të cilët kanë pas interes. Nuk do të thotë se gjithë kanë aplikuar, domethënë se kuptohet aty ka edhe kriteret të cilat janë përcaktuar me ligj, por interesi ka qenë jashtëzakonisht i madh. Nga nën skemat e ofruara nga ZBR, fermerët në Shkodër kanë patur më shumë interes për ndërtimin e serave diellore, ndërtimin e ambienteve për mbështimin e blegtorisë dhe në agroturizëm. Nga nën masat për cilat këtë vit kanë qenë investimet në bujqësi, kryesisht fermerët më të interesuar kanë qenë për mekanikën bujqësore, ujitjen e pemtorëve me pika, mjellët e reja në pemë fërtore, vreshta dhe udhi, gjithashtu në agrume, ndërtimet për stava dhe ambjente tjera për bregdarinë, agroturizmi, edhe një pikë tjetër si me të ka qenë për herë të parë, kanë qenë investimet për implante përpunuese të fruta perimeve, të vajit ullirit dhe tjerë. Skemat kanë patur rafat aplikimi për 2 muaj, ndërsa aktualisht vijon verifikimi i dokumentacioneve e më pas verifikimi në terren.